Dy baza ajrore kryesore ruse që mbajnë avion luftarak bërthamor janë sulmuar me dronë në një sulm të shënjestruar, duke i dhënë një goditje të rënd luftës së Putinit. Një zyrtar i sigurisë ukrainase i tha agjencisë së lajmeve Reuters se SBU kreu një sulm të madh me dronë ndaj mbi 40 avionë ushtarak rus, që tani po quhet Pearl Harbor i Rusisë. Burimi nuk specifikoi se ku ndodhi sulmi me dronë, por media ukrainase tha se baza ajrore Olenia, shtëpia e bombarduesi strategjik Tu-95 të Rusisë, ishte shënjestruar. Baza e dytë në zjarr raportohet të jetë baza ajrore bërthamore Balaja në rajonin Irkutsk të Siberisë Lindore, rreth 4600 km larg nga Ukraina. Guvernatori rus i rajonit Murmansk njoftoi se sulmi me dronë kishte ndodhur. Pamje të jashtëzakonshme tregonin tymë që ditën nga bazat e Putinit. Kanali Pravda Garashenko i Ukrainës në Telegram tha: "Një operacion special po kryhet për të demilitarizuar Rusinë." SBU raporton shkatërimin e avioneve bombardues rus pas vijave të armikut. Banor vendas raportuan se kishin dëgjuar shpërthime, ndërsa një sër dronësh ukrainas goditën bazat e Putinit. Të dy aeroportet janë shumë larg vijës së frontit, por përsëri janë goditur nga dronët ukrainas. Sulmi besohet se u nis nga brenda Rusisë, ndoshta nga brenda kamioneve që lëviznin pranë objektivave të tyre. Një raport madje thekson se shoferi i kamionit që lëshoi dronët mund të mos e dinte se mjeti i tij ishte mbushur me dronë. Sipas kanalit baza në Telegram, shoferi është ndaluar nga autoritetet ruse.